Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të flasim me artistin, këngëtarin e muzikës së lehtë, jo vetëm, zotin Arjan Korkaj. Arjan, përshëndetje dhe faleminderit. Dilber, të paça me jetë themi në labet edhe mirë se të gjeta do e thoja, po nuk jam në shtëpinë tënde ose në studion tënde. Mirë se erdhe virtualisht. Ju jeni në punë, kështu që unë ju falenderoj shumë se po fiti nga orari i punës. Mos lënë të Perëndia pa punë, themi ne. Nëse ka Perëndi vërtet. Është puna që na mban gjallë. Po puna është nder. Arjan, të gjithë miqve që na shikojnë dhe miqve tu që na shikojnë vërtet, të kenë jetë e mbarësi, të tjera të vënë e vinë. Faleminderit. Përshëndetje shkryesori me këto gjithçka që na vjen vërdall. Arjan, do ta nisim me këngën tuaj të fundit, produktin e fundit, Përjetësi, një balad që ka ardhur vetëm pak më shumë se një muaj më përpara, kujt i dedikohet dhe sa kohë ju ka marrë edhe për çmërit. Kujt i dedikohet? Të gjithë e bëjnë këtë pyetje. Të gjithë e bëjnë këtë pyetje, por unë bëj këngën siç bëj për çdo. Për këdo në kuptim që bëhen këngët për të gjithë ne. Thjesht bëhet teksti sepse një temë do e prekësh, një temë do e kapësh. Të falenderoj se unë e quaj reklam këtë, edhe pse unë nuk bëj reklama zakonisht, ose siç bëj këngën e nxjerr në YouTube, siç kam për të marrë baladën e re tash, që e pres sot me kismet. Por Avash Avash, i thon, këtë balad ma bëri Klodian Qafoku me Erion Zykën, me Ronin. Besoj se ka dalë këndshëm. E sakt, plus që teksti unë vuaj për tekstet. Me thënë, po nuk pati tekst, nuk kam se ta nxjerr një këngë, ose nuk e kam me nxitim, po duhet dalë një këngë që të bëhet patjetër. Dua teksti që të preki shpirtin e njeriut. Vitet e fundit vetëm teksti, për fat keq, vetëm teksti nuk po jepet rëndësi viteve të fundit. Fatkeqësisht, Dylber, jo. Fatkeqësisht, jo se po shoh me ato që po shoh, që dalin në treg është bërë, e thonim si shaka dikur kur dëgjuam në një intervistë ja bënte Roma për doma një tualet që kishte bërë dikush, një femër, edhe vërtet tash po bëhet, po e them donë me ironi dhe me shaka, jo Roma për doma, po doma për Roma, është për tash nuk e ndim çfarë po bëhet. Del tjetra vetëm luan, një shëndosh, s'dua të them as emrat se tash shëndosh jam dhe vet, mashallah, po. Këto janë më të shëndosha nga unë, nuk mjafton që i shkon barku në stomak, se s'dallohet ku është, hidhen dhe përpjet më bëjë, ngre me këmbë, domethënë ku vete, çfarë ngre? I lëm pastaj tekstet. Pra, situata me artin, ne nga biseda e fundit që folëm, normalisht pak kohë kanë kaluar, nuk kanë një ndryshim, por edhe projeksionet nuk janë të mira. Unë besoj se nuk ka nevojë më njerëzit shikojnë Big Brother, shkojnë live dhe shikojnë këto talentet, në thonjza, talentet, që nuk e di çfarë bëjnë, nuk e di pse vetë ky popull dhe i dëgjon. Qoftë njëra, qoftë tjetra që bëhet e bukur, po u nda, po doli kështu, po bëjnë sikur këndojnë. Harrojnë dhe mikrofonin, nuk po që janë playback, e harrojnë. Shko live dhe shikoj, nuk është se them me xhelozi, të betojnë për gjithçka. Besoj populli më kupton. Ka ndodhur shpesh kjo. Vend çfarë dhe këta meshkuj, pa keq kuptime se mashkull janë vetë. Më pëlqen dhe mua ta shikoj një gjë të bukur, po ku është limiti ose kur janë shoqëruar se harrojnë, janë me kë janë, edhe rrin ngulin syt si po bie në gjë nga poshtë, po nuk bie të hëngër të mort, ja nuk bie gjë nga poshtë. Ajo e ruan këtë, besoj se më kupton, ajo që mund të jetë në ty në krah. E ruan këtë. Jo më që radari femër se ka pa hyrë në lokal kush e shikon dhe kush jo. Nuk e di pse arritëm këtu. Më fal se po e shtoj edhe këtë. Nëse e ke dhënë vesh në TikTok sidomos, po dhe në Instagram, shikon lloj sorollopi, femrat. Po bëjnë video me këngë tjerëve, çon si ka, po bëjnë video, tregojnë pjesë të trupit, dritën për çfarë bëhet kjo. Më thënë, ka një model të ri që po nxjerrin lek, se për mua quhet degenerim total. Për mua si Arjan. Arjani duhet po ndjesim ndërpreva. Mendova se e përfundojmë. Ne bisedojmë këndshëm që mos lodhim data që na dëgjojnë, po ti edhe vërteta brenda se nga e vërteta dolëm. Siç dolëm nga prindrit, nga një e vërtet, nga marrëdhënia atyre shpirtërore mund ta them, apo tash do të thosh ti marrëdhënie shpirtërore, ka ata që u martuan nga halli, po. Hajde më. Do bëjmë shaka kupton do pus. Pra, por i duhet më shumë. Për çfarë i duhet një artisti, nëse do ta
quajmë ashtu sikur ata i quajnë veten e tyre të kompletuar, për çfarë i duhet Big Brotheri? Unë jam i kompletuar nga andej. Unë jam i kompletuar si për kamionit, që më jep lekë të sigurta, më del shpirti, lodhem se bie ta mohoj. Po është e vërtet që punoj shumë orë ose nuk kam orare, por kur vjen fundi javës marr lekët e mia. Nuk më shef njëri të më fali populli se publiku tash themi edhe në një fjalë, po tjetër realiteti, unë nuk shkoj nxjerr me nderen, pastaj të mundohem mbasi të dal, ishim shokë bëm kastile. Nuk ke cip më. Për mendimin tim, si Arian, shkuan të paqenit, të dështuarit dhe vajtën bën. Qofse ti je artist, aktor, qofse ti je këngëtare, që e ke treguar përpara kush je, qoftë unë, qoftë kushdo, janë materialet në YouTube, qofse unë kam dalur dhe kthej dhe e dre dhe e bëj apo bëj naz apo bëj skena do vokal për këngëtarin ose këngëtaren, siç kanë qenë të parët, që dihet botërisht. Kishin vokal, dilin sken, vërtet mund të rinin statuj, që nuk jam madhe, njeriu duhet lëviz, këngëtari duhet lëviz, duhet shprehet, edhe shpirtërisht. Që nuk lëvizin, edhe por vokali po. Dikur, po dikur kishe vokale më të keqen vllai, domethënë nuk kishe shtrëngoa ndaj shtrëngoa këtu po dalin me bar tash shazane po ti shikosh. Edhe po çfarë është kjo, kujti ç'a bëhet? Domethënë erdhi fundi, nuk e di më kupton sepse thonë tek e fundit është jeta ime. Po mirë, më jetën tënde, po ti më nxorre me nderën mua, më ta pash, ç'a jetë më ke private? Në moment që ti ma tregon. Eri fundi apo kisha s'ka ardhur akoma? Unë besoj se jemi një hap para shkallës fundit. Mendoj unë, mund ta kem gabim, nuk e di, por çfarë kam thënë deri sot, besoj se ka dalë. Gjithmonë, duke shikuar çfarë bëhet në lajme, në media, në jetën tonë, në miq që kemi, Dylber, po ndahet shumica e popullit. Këtu nuk flas, në Amerikë s'ka familje më. Por po ndahet shumica e popullit dhe thonë gjithë i kpusim një bashkëpunim. Shumë, më fal, bashkëtesë, më fal. Ke një familje, e krijove. Mirë apo keq? A është logjike ta prishësh? Do thosh ti fëmia rritet, shikon jetën e tij. Po mirë, hajta bëjmë burdello, atëherë më falni për fjalorin, por atëherë çaj bie. Kemi ikur, po urdhra. Çfarë po ndodh me Amerikën tani, nga janari dhe këtej? Se në Shqipëri në këto muaj ka qenë kryefjalë si për vendimet që ka marrë Trumpi, si e prekin jetën e shqiptarëve atje, si na ndikojnë ne këtu, por në përgjithësi me që po flasim. Këtu puna ka rënë pa mas, Dylber, nëse do jemi të sinqertë. Kur them ka rënë pa mas këtë sezon, sepse Trumpi po ndryshon shumë gjëra me sa shoh. Nuk jam i politikës ose nuk e di ç'është politika. Politikën dita shikoj në kënd vështrim sepse linda në mes njerëzve dhe unë. Dhe nga ajo politikë ose nga ata që na politizuan apo na shtruan jetën apo u rritëm në mes tyre, kemi të drejtë të mendim, dikur se thonim, se s'kishim mundësi. Sot që e themi çfarë ndryshoi, është bërë më keq nga komunizmi, se ne vdesim për çfarë Enver Hoxhën. Jemi shumë dakord, shaje, gjukoje, bëje. Po tash nuk mund dalesh ti kur ke kaq miliona nga i bëre televiziu po ta them ndryshe. Edhe s'm bëhet von fare bile, se kam atë problem. Nuk mund dalesh tash merresh me vilën e Enver Hoxhës apo çka ka pas bencin me koncesioner Enver Hoxha, kur kaluan 40 vjet kur ti e ke vendin bastard, hiku rinia e kupton ç'a po bëhet? Shiti Saliu me shok, ç'a kishim me ç'aski dhe fishekun e fundit. Jo më armatimin që kemi pasën që zguxon dhe njëri. Merë vritën Enver, më fal, merë vritën Enver Hoxhën, përse jam dakord. Merë ndroja varrin. Ore ndroja prap varrin, jam dakord. Po përse? Më thuaj një arsye se ne jemi popull shumë i pabes. Ne dikur jemi shqiptarë, e jemi bashkë. Kur ngjen flamurin në stadium. Do të themi pyetje, kotër si budalla që jam, mos qofsh nga Velça, se e them me shaka këtë. Nga Velça e Vlorës, do të them krenarin time, ose në pluk linda. Por që frymëzimin ma dha Velça gjaku, ku i thonë. Nëse mban mend ti dhe populli që na shikon dhe njerëzit që na shikojnë, u bë nami dikur që na bëri kaq krenar sa unë lotova ditë. Jam shumë burr, si e them, që nxorri flamurin autokton në Serbi kur u bën ndeshja. Ballisti, kështu? E quanin ballisti. Çau bë me atë djalë? Tararara. Në hangër të mortë. Çau bë me atë djalë?
Aq e patëm hallin, na bëri çfarë na bëri si krenar, pastaj Gjithë u krenua me të dhe pastaj asnjë s'u interesua më për të. ku është ai djalë? Jetona. E kam për cjella, ja quan sërbë vendora. Ku vajti ky djalë? Për këtë duhet pyetur Rama, kështu direkt, jo indirekt, po direkt. Jo u kap me pistolet, jo me armë, sa janë kap me armë, edhe janë hiku dhe kjo. Arian, do kthehemi te problemet e artit, tek ajo që kemi diskutuar edhe vitin e kaluar në fund të vitit, tek rasti i parashikimit Makut. Po. Fjalët tua që keni thënë atëherë që duhet shpëtuar për të nxjerrë nga kthetra. Duket se po dalin vërteta sepse videoklipi i fundit që ka bërë i këngës në mos gaboj me titull Dashuria. Porno. Ju besoj e keni parë. Porno, më falni për fjalorin, pa akt seksual real. Po është porno. Çfarë kuptuat këngën e bëri Eltoni me Parashivin apo Parashivia me Eltonin? Kush ishte protagonistë aty? Ky është Elton apo është Elton tash se më keni ngatruar tash, nuk e marr vesh domun. Pra për të ironisë tani, a është ky çmimi? Jo, s'është ironi. Është Eltona apo është Eltoni? Apo nga mbrapa, domethënë nuk ndihet mirë nga para është burr. Si bie domethënë. Nuk e arrit ta konceptoj. Megjithatë. Ai ana është ky çmimi i ndihmës. Ky është çmimi i ndihmës duhet paguar. Në videoklip ky çfarë desh? Kjo. Atë po pyet. Pra është çmimi i ndihmës ky që e ndihmoj. Ky është çmimi që duhet paguar tani që të futet edhe te ana artistike. E ndihmoj ana humane në rregull. Tani unë e di me po mundohem sa njerëz miku im e dinin që Parashkevia ishte homer, ishte rrugëve. Të gjithë këngëtarët, me gëzime, me të gjithë e dinin. Dhe Frederik Wendy, të gjithë e dinin. Po ajo donte Hollywoodin në mënyrën e saj. Pastaj dolën që jo politikanë përdhunuan, edhe mund të jetë shumë e vërtetë, ose ngacmuan ose gjëmuan. Po patjetër, se vajzat e bukura atëherë, sidomos Parashkevia që ishte me emër, okay? Tash themi drejtën. Pasi se ne flasim për Parashkevin dhe ishte vërtet vokal shumë gjigant, po ka qenë dhe Anita Bitri, që nuk jeton më, apo gaboj. Kanë qenë dhe të tjera, tash legjenda ka qenë Vaçe Zela për mua. Për mua. Ishte një vokal që nuk ka afroi dot njëri, me një kitarë ajo bënte mrekulli. Pastaj i thanë gjithë, dhe Gjergj Leka si i merrnin këngët e Parashkevis, apo kush futej që i merrnin. Atëherë sigurimi atëhershëm ka qenë që ata janë prapë sot, të dim çfarë themi. Ka qenë një tmerr. Jo se lidhet e kjo me artin, me muzikën, nuk është se lidhun se dua unë. E kuptoj shumë drejt. Qëndron, por do ju pyesja përpara të kalojmë edhe tek deklarata që ka bërë Eltoni për kohën e komunizmit dhe të përndjekjes, më lejo t'ju pyes edhe një herë tek videoklipi. Një njerëz që ka një muaj që ka dalë nga psikiatria. A mundet që të jetë gjendje të bëjë një videoklip në rrugët e New Yorkut? Tash nga psikiatria kemi dalë gjithë nga barkuna, nëse po e them me shaka, me batut. Po ajo ka doza të tjera. Të gjithë kemi momentet tona, nuk ka mundësi mos kemi momentet tona, se s'lindëm gjithë të njohur apo në thonjza vipa. Kush janë këta vipa me 3 gërma, një hëngër të mortë, një hëngër pse si ha. Themi neve janë nga Vlora, se po flas dhe çift lapçe, se më kujtohet Velça dhe po se kputa në nga tona ti bie që mos jem vetvetja. Se ta bëhet më e bukur me ata. Nashin themi në labët. Erdhi dulla që të bëhet lula. Erdhi mashkull dhe na ka ta ndis në femër, por që nuk e them unë se dua apo nuk dua, se çdo njeri ka drejtën e tij të bëj, ndaç ta haj, ndaç ta japi, ndaç të marrë, ndaç të psonisi, ndaç të bëj çfarë doj. Por ti nuk ke drejt luash me njëri që është i smur. Kjo është e imja e fundit. Nuk ke asnjë të drejtë që të luash me njëri që është i smur. Përfitoj, e bëri që në fillim atë që kam thënë, asaj jam dhe ja ku dolën. Ja ku dolën. Kjo është e vërtetë sepse bëri një pornografi pas seks aktual. Ky është mendimi im. Del Parashkevia, ai ka hije Parashkevis mbulohet, do të bëj naze, po s'bën më tash. Je je tjetër, nuk je ajo që ishe. Tash doli dhe Mbesa, që e dashka shumë. Mbesa pse doli tash, apo nëpërmjet hallës, po shes zonën tip vokali apo. O merre me lotë, kupton çfarë bëhet me njeriu sa më thënë që të duan të shkelin me këmbë. Pra përveç zërit, asgjë nga originaliteti i saj.
Parashkevia për mua e mbylli kapitullin e saj fatkeqësisht, ka hallet e veta, duhet ta lini në hallet e veta, nëse donin ta ndihmonin, vërtet, ti gjeni një strehim ose ta ndihmonin në një farë mënyrë, mund të gjendën një punë në rast se është aftë të bëj punë, edhe ta linin atje të qetë, në kuptim që ta respektonin për atë që ishte. Tashti nuk është më. Mbaroj. Unë jam dakord. Legjend, pa legjend, çdo gjë ka një fund. Po dhe Skënderbeun e di pse e ngrem sot? Se duan mburrem me diçka, jo se di njëri për Skënderbeun ç'a bëhet. Ktu s'dim për Ismail Kemalin. Pyeti nxënësit e shkollës sot din vetëm ç'bëhet bëhet me seksin dhe me drogën. Nëse dëgjon gjë tjetër, mua hajde mbështu surat ti dhe gjithë popullin. Pra, ajo nuk kishte vetvetja, edhe kjo që bëri, domethënë, nuk përdorën nuk kishte. As se ka iden çapo thot. Asaj ndoshta mendoj unë, nuk jam i sigurt, po ndoshta mendon që dikur ka kënduar, e thash dikur dhe fillova të gjykohesh aq shumë siç e kemi në zakon, më vrap të vëm stampën pa ditur çfarë tha ky njeri. A dolën? Po biseda e vërtet që dolin, sepse e njëjta që kemi bërë në dhjetor, fjalët më dolën tash. Po dëgjoj, nuk mund të bësh mirë ti kur ke pasur një problem psikologjik 10 vjeçar ose 9 vjeçar ose 8 vjeçar, edhe pa pritur erdhi një lulu tash që të erdhi, domethënë të bëri të rikthej prapë atje ku ishe. Nuk ka mundësi. Nga doli ky? Ky doli të reklamoj vetën e tij, kaq, milioner thot. Si u bën këto milionë? Mos i bëri ky me modën. Po dalë të çojmë spakun dhe këtinje ta marrë çik një pyetje. Vetëm po të thirrën ata, tregon vetë gjithçka. E them në shaka, po se spaku na është bërë, domethënë do na vjen në shtëpi. Nëse unë jam biznesmen, ka shumë aktorë tjerë që janë biznesmen, se si u bën këta strategjike, u bën për shavash do u dalit gjithve. Se nuk është e mundur tash ti shkon në një koncert, edhe pas ke në shtëpi $1 miliard apo si i bie, nuk e. Nga dole, nga i gjete, nga i bëre. Unë s'po i gjej për vete. Edhe unë zirë një javë, 3.000, po sa taksa e jap, kush më pyet? Le më po për kamionin këto, s'një let asin gjë prap. E nis nga ngis. Ndërkohë që diku nxinim më shumë, diku nxinim dhe 30.000 muaj. Kur ishte bumë e madhe, me Trumpin ndodhi bumë e madhe. Pastaj era, tash pse era? Ndërkohë që Eltoni thot, po përgatitet për koncert në Shtator në Tiranë. Pra, drama vazhdon. Dështim total. Mos e harro kurrë, nëse vërtet kjo do bëhet. Ajo femër është gjunaf, po do ngjelet për shqiptarët ikona më e keqe. Domethënë atë që do shohin, jo si ikonë si parashkjevi, po me atë gjest që do bëj. Sepse nuk është parashkjevia për atë punë më. Tash ja duhet themi drejtën. Unë nëse shoh që nuk jam për atë punë, nuk jam, më kthen nga duash, bëj çfarë duash, nuk jam. Në fundit kërkesa e saj ishte ritakimi me djalin. Pra muzika nuk ishte tek shpejt tani. Puna është për djalin s'ke marrë më çfarë u bën. Këto reklama, kush e di sa ka marrë, i ka bërë Fevziu, që për mua Fevziu nuk duhet të jetë më të gazetar, ky është mendimi im, nëse quhet gazetar. Në moment që ti që dole dhe reklamove të paqenin e bëre të qenë që i bëre reklam, që i bëre reklam të madhe atij. Fakt ai u shpërndan në të gjitha mediat, pra gjithë i kanë dhënë hapësirë pafund. Mbasi e dha ky. Mbasi e dha Fevziu. Pastaj mori grita se bëjnë në radhë ta njëri me tjetrin. Ai duhet sa shpërthen diku pastaj. Përse? Ai ishte aty ai përpara. Eltona, a ka qenë aty përpara? E filloi, jo jam nga Tepelena, na turpoi dhe Labrinxha, nice. Ky është mendimi im, do thuash ti do gjykohesh, po kujt po e bëhet vonë se po u gjykova. Nëse ka që unë dua të them atë që them, ti jem për vete me pantallona, ti jem për vete zotëri. Që e di që e kam thënë ose atë që them, ajo është se atë besoj. Ata që thonë çdo gjë që thonë do t'i vërtetojnë, po dalin komplet ndryshe. Nuk e shikon çfarë bëhet. Është kjo pjesa tjetër e pjesës së komunizmit që e preket pak më lart, që tipas Eltonit ka shumë emra, por në fakt nuk ka thënë asnjë. Pastaj ka nxjerrë një pjesë tjetër që parashkjevia nuk ka pranuar që të jetë punojëse seksi. Ka hedhur edhe këtë tjetrën. Unë nuk e di çka bën krevatin e saj parashkjevia, dhe çdo parashkjevi mua më vjen vërtet shumë keqardhje, sepse kishte një vokal legjend, ishte një femër shumë e këndshme, i shkonte skena, por që edhe për dridhej, çik më tepër nga ç'duhet për dridhej. Apo jo, do thuash ti sot po nxjerrin me nderen, sot po ndalin, tash s'kam çfarë fsheh unë. Çan këto këngët jo e bojna ose bojna silikon, jo e prekin me dorë nga mbrapa, vitet e tyre.
Ku arritëm, ku po vemi? Po kësaj nuk i shkon kjo këngë që i nxorën. Këto tjerat mi aq se janë më të reja, do thua ti edhe po shesin cop mish, domethënë duket mbrapa kështu diç kanë bërë kështu, e kupton? Edhe ai mish nuk hahet se vjen e keq, më falni për shprehjen, po kështu si ta shtojmë. Ky ishte kapitulli 2. Po i treti po dalim në sken dhe po bëjmë seks, trosh seks. Tu del si thlopa dhe luan dhe mikrofonin, e kthen nga ashtu, luan dhe mikrofonin nga mbrapa. Si thlopa. Si thlopa që e çon dhe në Eurovision. I jeti dhënd. Po tash në Eurovision çfarë do bëhet kur e di që janë gjithë gay? Do vendosin atë aty. Nuk e shikon dhe Eurovisioni ku arriti? Eurovision ku ka arritur? Nuk e sheh? Në dhjetor ishit i saktë në parashikimin që bëhet për atë që do ndodhte më pas. Po tani ky është kapitulli 2, po i treti, çfarë do ndodh? Me parashikivin e ke fjalën. Po. Për mua mbaroi parashikivja. Nëse do mendojnë, do tentojnë të bënin koncert, është dështim total. Mbaj mend se këtu do jemi. Nëse unë gënjeu nuk dal bë. Jam ai zotërisë ta them, nuk e them unë nuk kam se dal më se i bie që s'di ç'a them. Unë do doja rinia jon të ishte ndryshe, rinia jon të dëgjonte këngët e popullit, rinia jon të dëgjonte balladat, po ka hik rinia jon do thoja të fjalën e fundit, po nuk e them, po ka vajt në fund rinia. Vetëm drog, edhe në për telefon ai ke ç'bëhet me seksin. Pyeti për marrëdhënie seksuale, pozicionet, po nuk i ditën, më bështy mua. Pyeti për një gjë që është për të pyetur, për të qenë, nuk din syt që të dalin. Tu vi si doj, s'më intereson. I ketë gjithë në TikTok se po nxjerrin lek. Çfarë nuk po bëjnë, domethënë nxorën vetveten, apo nuk e di u degraduan kaq shumë, nuk e di më. Ka vajt fundi, or po them gra janë të martuar, ai shikon, po bëjnë çdo kush po bën video. Po çfarë po e bën atë video? Kujt po ja tregon? Çfarë? Bën atë video për çfarë? Është jeta ime. Po mirë, më është jeta jote, por pse ma tregon mua? Se ti kur ma tregon mua jetën tënde, morë fund, je zero, kam dhe unë rrjetet sociale të mia, ato që janë, kuptohet, ato që dihet. S'kam dalë një herë të bëj, mendoj unë, ose dal live, po them ato që them, ato që besoj. Do thosh ti kush i dëgjon, kush do e le dëgjoj. Kush nuk do le të ndroj stacionin. Në zorë nuk mbaj njeri. Po ama janë të vërtetat. Se unë nuk kam nevojë të bëj armiq në zorë. Unë boll që them ato që them edhe armiqt janë gati. Se thua të vërtetën. Arian, çfarë do presi? Do thuash ti sa duan kolekte tu. Edhe unë i dua shumë. Vdes. Era në Shqipëri më bëhet nxjerr muhabetin se i fus vetë këto kështu si pa dashur, e kupton, mora një 2-3 koleg. Edhe i thash jam këtu, se gjithmonë kur do vish. Sa i peti, i pash dhe unë. Pra, kur ja ti e thon kur do vish, kur vjen këtu... Jo, kur janë këtu të marrin telefon. Ka hënë ti nxjerrësh, të shëtish me ta, kalojnë orën, i bleshën një gjë. Jo, miku im. Atë që ndjej shok, ose e di që vërtet që është shok, në ditë të vështira kur kam pas hall ose kur më duhet, po me atë bëj gjithçka. Jap dhe shpirtin. Në moment që nuk përse duhet ta bëj. Për falso. Nuk s'kam nevojë për falso. Mua mban vokali im, ose mban karakteri im, ose mban puna ime, nuk mban njëri tjetër. Edhe ata që na bëjnë këngë, pa keq kuptime, që janë shumë të zote, shumë të aftë, edhe ata që na bëjnë këngë, kur e shoh që dikush nuk është i saktë më, ndëpritet marrëdhënia. Nuk ke më tej, sepse çfarë do bësh më tej? U konsumove ose nuk do. Po kur nuk do çfarë bën? Do të mbaj me zorë, mbaj këngë me zorë, ose e them përgjithësi me të gjithë, ë? Doli ky Basha, çfarë doli Altin Basha? Nuk doli. Altini u shkarkua në Mosgallojnë. Altini shkatroi gjithçka. I përdosi të gjithë ata, i degeneroi gjithë ata. I trahtoi të gjithë për punën e teatrit. Kaq e thjeshtë është. Arian, për artikimin para Shërbin, edhe për artin, ma bë, tani, ju lutem thoni çfarë do presim nga ju këtë vit, sepse këngën përjetësi baladën e lançuat, më thatë pak më lart që do keni një tjetër projekt muzikor së shpejti që do ta lançoni. Çfarë janë dhe 5 projekte për dalë, por nuk do dalin tash. 4 janë një balad, një kolazh, një këngë që dojtë për politikanët tanë që unë vdes për ta i dua shumë, që i pafshan dhe pak e kanë. Po jo, po gjithë populli. Grisat e jugut.
Do shikojmë. Jo, nuk do ja bëj muzikë jugu, kam bërë një për politikën që është... me politikanët e laboristën, do ketë nga këto. Dëgjoj, kur bën tekst për politikanët do e bësh me dashuri, Shumë dashuri, ai sa na duan ata. Ata nuk vjedhin. Ata zihen për ne atje, nuk I shikon se bëjnë për ne, sepse dikush po na merr ujin, me thënë burimet e malit janë natyrës son, po I marrin, po I bëjnë fabrik, po I shesin. Na I shesin ne atë ujë që rrjedh nga natyra. Edhe ata zihen për ne. Ata nuk kanë lek për ne, ne s'kuptojmë. Jo, ne nuk kuptojmë. Më fal, ne nuk kuptojmë. Protesta është në Trajgas që vazhdon për ujin, nëse e keni ndjekur. Kështu që çdo burim, meqë Dëgjoj, Trajgasi e çdo Trajgas I Vlorës, e çdo fshat I Vlorës ka pas burra të rrallë, çdo fshat I Vlorës. Nuk e them këtë, siç ka pas Malësia që duhet dim ç'a themi, se Shqipërinë kush e ka mbajt? Malësia dhe Llabëria. Kush e ka mbajt Shqipërinë në të vërtetë? Mallakastriotët afroheshin, kanë pas burra, po afroheshin, ishin një me labët, po zona e Llabërisë ka mbajt Shqipërinë dhe Malësia. Kush e ka mbajt? Në të vërtetë në luftë. Tash nga historia flas gjithmonë. Ose themi Kosova, po të veshën Kosovë, pse duhet jetë Kosova veç? Muhabet nxjerr muhabetin. Duhet të ishim një morburi dhe, një flamur, një kom, një përse. 2 kryeministra, një andej, një këtej, që Kurti ka dalë shumë burrë. Ngeli aty, Kurti me ato që thoshte, po del jo zotri, po del legjend, si dhe Thaçi, me sa thon. Do thoshti ç'pun keq që flet për politikën ti e këngëtar. Miku im, unë do flas për atë që më shqetëson dhe që shoh. Unë nuk futem në politikë, se di të bëj politikë. Unë nuk di të bëj politikë, se s'marr vesh. Po do them mendimin tim, atë që unë shoh dhe më bezdis. Unë shoh nënat që vajta isha angjinar të Elbasanit, që vajtëm hëngën drejt me një avokat, mikun tim, dhe me një gazetar, shumë të njohur, të dy. Do thosh pse si thua, si ja them për punën etike. Djem shumë të mirë, edhe vajtëm pasha të burim që dilte ujë që vinte qandej, edhe aty mbaj mend për shumë pak kohë do e shesin. Ujë që rrjedh nga mali. Një klim shumë e veçantë. Na erdhi një zonë që njoh atje nën Xhevria I them unë, edhe nga këta dërsilës që e kam njohur diku në aeroport Shkretën, edhe ngelëm miq atëre se dua të bëj një shtëpi me drut, jemi sinqert, se muhabet nxjerr muhabetin, bëj edhe reklam me këtë rast se dua të bëj një shtëpi të mirë, kupton, me hangër të inshallah. Edhe më tha, Shkreta kam toka, apo s'po I marr dot as. A kupton çfarë po bëhet? Sidomos ajo që hyri Elbasanit që futën brenda. Prokuroria, ç'a ishte? Gjukacja, nuk e di ç'a ishte. Sa toka ka vjet popullit atje o bori dhe. Oja, kupton që ky inshallah na merr Amerika, jam shumë zotri ç'a them. Se Enveri nuk ngrihet më. Pra inshallah na merr Trumpi të shpëtojë. Nuk hikuaj, po na mori Trumpi, besoj do bëhet një gjë. Ky është po jo. Pse son gjë për këtë? Se s'u amban tash, se është I fortë. Pra legjenda. Më fal, pse nuk hapin gojën tash, thoni një gjë. Për Trumpin, su vjen mirë, Ramos jo një këtij Berishës këta. Pse nuk hapin gojën, se si u amban. Nuk ju amban. Ne me populli frikacak, ne vemi dokan të greku, bëjmë si gjuna fqa, akoma sot e kësaj dite, se kalova. Nuk kam gjë me grekun, apo me sërbin, apo në ashtu. Po ata që janë armik të vendit tim, janë armik të mi. Unë jam shqiptar, nuk bëhem dot as grek, as shqiptar. Pse këndon këngën e tyre, do thuash ti. E adhuroj këngën e tyre, se më prek teksti, më prek muzika. Nuk më duhet çfarë bën politika. Pse të gjithë këndojnë italisht dhe nuk thonë gjë, ose anglisht dhe nuk thonë gjë. Po greku nuk e solla unë Shqipëri, e sollën këta. Leperët tanë, këta qelbësirat tanë që kemi në krye. Qelbësirat kanë bërë marrëveshjet, bankat janë greke në Shqipëri, bizneset e mëdha janë po ashtu me shqiptare me greke. Kush I bëri? Bëra unë. Po ne jemi popull bakti, se di çfarë jemi ne? Siç e thoshte ai Lapaj, hidhin kokër misë, hikën, I heqin popull. Këto I di mirë Lapaj, po doli dhe ky Lapaj, doli Lapaj, si përfundim, lap. Nuk e zgjati shumë, vuri baban. Po se vura unë thotë e vuri ekipi. Çan këto lojra, o bakti, domethënë e them për popullin. O bakti zgjoni se nuk do ikni kurrë nga ajo kokra e nisit. Ai vetë tha, pavarësisht se doli bllok. Unë që në fillim e thash, kur e thash, që nuk besoj te ky njeri. Se diçka nuk më jepte. E kam takuar, Lapaj. S'është turp takosh njerëz ose të kesh miq. Po që kur e pash sepse një njeri, dëgjoj, një njeri të keq që mbajnë falset ndërpreva, po nuk të dëgjoj fjalët e popullit gjithmonë.
Se mbi populli nuk dalim dot ne. Pavarësisht se populli është fuqia më e madhe, po kemi akrepat që na drejtojnë edhe na fusin helmin se nuk ngriemi të gjithë bashkë, po ngriemi të gjithë bashkë, di që bëjmë këtyre ne. Në dhe i fusim, në dhe. Ishin nga komunizmi, erdhën këta prap. Këta o janë prap. Po nga ande tjena ka fajnë gjithë në verja, po ore ti ideal. O ktheje sistemin, njëre mirë. Ore këta e bën me qëllim, atërvar. Çdo gjë pas kanë bërë me qëllim. Na detyruan dhe hikëm. Edhe ty, besoj, po të jepet një shans si do ikësh. Mendoj unë, apo çdo kush si ti. E them, në thonjë sa më kuptov vllantën se si e them lutem, ë. Vllantën dhe përdojmë në labët. Pra jemi bërë që po janë në përfshatra vetë prindrit dhe po i thonë fëmijëve hik të keqen nëna ose të keqen babaj. Hik se nuk bëhet këtu ky vend. Nuk bëhet ai vend. Fshatrat kanë mbaruar. Fshatrat nuk i çon ujë. Fshatrat nuk i çon rrugë, para që duhet fillosh, që duhet filloj nga rruga. Unë isha në fshat të Vlorës, harrova tash si quhet se dhe harron njeriu atë part. Në Drashovic, më fal, te 20.000. Ti nuk e ke idenë të kalosh lumit të Drashovicës, të shikosh çfarë mrekullie është ai vend. Çfarë mrekullie, te kushurin e mi. Pra ka gjithçka, po vetëm njerëz jo. Po ti s'ke rrugën pa, si do japësh atij ai si do vënë shtëpi, me qerre apo me kal. S'ka rrugë, të vë makinat pak nga atje që të filloj të punoj fusha, të gjallërohet vendi, të kthehen njerëzit, të bëhen njerëzit si u bëgan gjitha këto. Si u bëgan, duhet ordial, duhet një dorë fort. Po sa mori Amerika ne jemi të marrë fund. Mbaroj, ne jemi të marrë fund. Europa nuk na do ndonjëherë, dhe s'na ka dashur, sidomos Franca. Plas gjithmonë ç'a kuptoj. Lere greku e serbi këta pastaj. Ato e lëm. Po s'na do, se po të na donte dëgjoj. Franca është mbajtur si vendi më demokratik gjasme. Kush është vend demokratik? Më racista, ku ka se Franca? Unë kam qenë vetë. Lidhjen e hershme me Serbin e kam pas gjithmonë. Ne kemi pasur ato gjëra që të paktën unë që kam arritur shallën e pionerit, flas gjithmonë me çka kam pasur, unë s'jam brëndësi që bënde shteti apo që bënin spionat apo që bënin. Po spionat i mban me se një kostum kanë pas gjithë. I shifje në autobuse, i shifje kudo. Edhe kishin atë mënyrë nëse më thënë ta tregoj unë apo diçka. Kjo është arroganca më e ndyr. Edhe këpucët i kishin njëta, më duket. Po tash nga do shkon vetëm numri ndryshon tek. Kam qenë këpucar, që më kujtove tash se kam qenë këpucar në pluk të Lushnjës, edhe më kujtove atë fëmirin kur bënim këpucët. Po ata një model kanë pas këpucësh vërtet, edhe i bënin dhe me hekura kështu te takat edhe në majta se i bënin ka qenë një hekur i vogël. Që më kujtove tash. Edhe megjithatë dua të them që një prerje ka qenë, po ata ngelen përsëri. Ata alternativa në 11 maj, pra ajo që ka qenë në 92-shin është akoma tani. E ke parë ndonjëherë filmin si quhet Kali më duket, me Timo Flokun. Vdekja e Kalit. Vdekja e Kalit. Po sigurisht. Një film shumë real. Një film i vërtet, një film real. Hetusi shikonte ti kapte gruan kur ky u fut brenda. Ky tjetri i shoku vet që ishin shoku bë më i lartë në ushtri, pastaj u fut në politikë, sapo u kthye sistemi. Realiteti, mbaroj, realiteti. Është mirë, para komunizmit dhe post komunizmit ai është. Të njëjtat janë vëlla. Inshallah na merr Trumpi, që është njëri për t'u adhuruar, me sa kam parë, me sa shoh, është njëri për t'u adhuruar se i dha provat ku ishte. Ku ishte 4 vjet i dha provat ç'a bënte. Ngriti ekonominë maksimum. E mori ky tjetri e shkatroi prap ç'a bëri. Edhe domethënë ka vajt leku shqiptar më lart nga dollari ose nga euroja. Kjo është një arsye, nuk është pa arsye s'ka gjë, mendoj unë. Megjithatë, me det ne ku do vemi, sepse nuk ngrihet populli, po të ngrihet populli, flisim bashkë ndryshe, komplet ndryshe. Janë ky vit me spunës dhe pasionit me 5 projekte që më thatë më lart duket se do të jetë shumë i ngjeshur dhe besoj se do kemi mundësi që të komunikojmë sërish për projektet e reja, por edhe për çështje të tjera të artit edhe jo vetëm. Unë këngë do bëj, unë si Arian do bëj këngë sa të marr frymë, shkuptim që po jam larguar nga tregu sepse nuk është ky treg për mua. Siç e kam thënë shumë më përpara dhe nuk mund t'i lutem organizatorëve ose t'i shkoj dikujt nga mbrapa me ato që po bëhen. Edhe lokalet më të mira në Shqipëri, që quhen lokalet më të mira në Shqipëri, po edhe janë në të vërtet,
shoh që jam playback më, nuk çfarë po bëjnë më buri dot. Është merr më. Qa doli kjo mode playbacku, harroj mikrofonin më, vetëm për dritën, harroj mikrofonin, dhej vesh më buri dot, gjithë. Çfarë i paguajnë këtyre njerëzve? Dua di për çfarë i paguan këta njerëz? Jam shumë kurioz ta di. Për çfarë i paguan? O do bëjnë tallava, o do bëjnë playback. Mbaroj. O tallava, o playback. Tallavaja ç'është? Muzika jon. Edhe kur bëjnë sikur fillojnë tallava, mbyllin sikur e ndjejnë, domethënë, të fusin gjasme në emocion që thua, çfarë unë që i shoh, domethënë me syrin tim them, çfarë po bëjmë? Arian, faleminderit shumë. Të paça me jetë, edhe unë të falenderoj, ty dhe gjithë miqve që na shikojnë, por uroj vërtet sa më shpejt, ndoshta na merr Amerika vërtet, sepse kam frikë mos bëhet ndonjë gjë e madhe në Europë dhe unë tash nuk kam njëri, jam vetëm në këtë jetë, kujton, por kam kushërinë. Nuk ja dua të keqen as Hasmit. Jam shumë zotëriç atë për këtë, se edhe Hasmi ndoshta e gjen rrugën e tij. Por që të keqen ja dua atyre që hiqen si miq që shkojnë vrasin shokët e tyre. Atyre po dua tu lirohet ku ta kenë ku mos ta kenë, sepse janë njerëzit më të pabes. Njeriu po qej mos minjos, është gjëja më e ndyrë. Mos minjoja është gjëja më e ndyrë. Unë nuk besoj në Zot se është e drejta ime. Apo gaboj. Unë besoj kur ka njerëz të mirë. Ose tham diçka bashkë dhe u bë. Dham dorën. Burri kështu ka qenë, jep të dorën. Tash janë bërë me 200 firma, me 200 si i thon këtyre dëshmitarëve, 200 përse? Pa thua një fjalë. Hiku çdo gjë, fatkeqësisht. Fatkeqësisht hiku çdo gjë. Të uroj më të mirat, të troj çuni, e urojmë gjithë njerëzit që na dëgjojnë të paktën shpresoj të gjejnë veten në këto që themi, më sa mund të gjejnë veten, por janë të vërtetat. Kush do të thotë që do lejnë një koment keq që se kam problem, se s'kam kohë të merrem, po e them figurativ, edhe do e lej vetëm për inat. Mendoj unë, vetëm për inat. Hiqni bajgat, më fal për fjalojnë, lutem, po hiqni bajgat se vinë erë, lan nam 32-34 vjet. Hiqni bajgat. Hiqni o bajgat. Do vi erë. Po dhe bajgat pak në bënë një punë, e kam thënë dhe dikur. Se në behar i dignim që t'ikni mushkonjat, kur thaheshin. Po me këta ç'a të bësh? E kuptono ku kanë arritur, nuk na kanë lënë më gjë. Sidomos me atë ligjin çka ka qenë i tokave 7.000, nuk e di ç'a ligji, do të thënë që i bën me qëllim që të marrin çdo gjë për vete. Ti vike, do vjen dhe zaçja, do vjen dhe të vinë, do të thënë njerëz që janë vërtet avokatë dhe janë që i din ligjet, unë si di ligjet, se o gënjej. Po të pakën me sa të gjoj i themi. Edhe më bëj përshtypje, më falë dhe mbyll këtu, bëra dhe foto me mikun tim i Dajet Beqirin, edhe vetëm të shikoje komentet e njerëzve. Më thënë, jo të gjithë, po disa. Një ligësi, e ku e futesh në profil, o ishin të PD-s, o ishin të LSI-s. Po pse o të shi, unë duhet mohoj miqë se doni ju? Miqët e mirë janë miqë të mirë. Kujt i vjen i natë dhe kujt i ka gjetë kleçka që por e po gënjen gjithë o s'ke besim. Doli ky Kliçi, mbi emër dhe ky për politikanë, Kliç, si e ka Kliçi, apo jo? Apo Kliçi. Po i bëjmë dhe reklam. Dhe tash me orë 40.000 euro, si thon, them atë që shoh, gjithmonë çfarë japin mediat. Kur populli nuk ka bukë të hajë më për dot, dhe ti do i bëke autobusat falas, shime çfarë lozim. Lozim me autobusat false se populli atë do t'i ki falas dhe t'japin votën. A kupton çfarë loje bëhet? Pastaj dalin që pas ka sa vjet dhe sa pas ka vjet, por ama edhe mbyllëm këtu. Më thënë, sa i vogël mund t'jetë një njeri i gjatë? Sa i vogël mund t'jetë? Merr pasaportën, se shumë goditse kjo. Atë që bëri e gjeti tamam ai se populli baktiesh. Merr pasaportën dhe thotë këtë pasaport thotë që ta shikoni në 2030 në Europë njësoj si europianët, bën dhe ato komentet që çka ka Europa më shumë se ne jemi gjithë njësoj. Jo miku im, jo. Po donte Europa na kishte pranuar me kohë. Po bën gjë do bëj vetëm Amerika. Ky është mendimi im. Ju uroj vetëm të mirat, edhe inshallah të vaf ty personalisht një herë dhe të gjithë njerëzve që na shikojnë, sidomos njerëzve hallexhin, se janë hallexhin. Ata që kanë. Faleminderit shumë edhe mirënjohje. Deri në bisedën tjetër që do të zhvillojmë, të falenderoj shumë. Do bëjmë namin, çfarë?
Faleminderit. Kalofshi mirë. Respekt.